Po vijon me ritme rehabilitimi shëndetore Orikumit, një nga zonat me potencial të lartë turistik në jugun e vendit. Projekti përfshin segmentin nga hyrja e qytetit Orikumit e deri tek njësia administrative Orikum dhe synon transformimin e kësaj hapësire publike në një shëndetore moderne, funksionale dhe të aksesueshme për të gjithë qytetarët dhe vizitorët. Ky investim i rëndësishëm financohet nga Banka Botërore në kuadër të programeve për zhvillimin urban dhe përmirësimin e infrastrukturës në zonat me potencial turistik. Rehabilitimi shëndetore shihet se një ndër projektet kyçe që do të ndikojë drejt për drejt në rritjen e cilësisë së jetesës për banorët, por edhe në shtimin e fluksit të turistëve vendas dhe të huaj. Bëhet fjalë për projektin ku investitor është Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ndërsa financues është Banka Botërore, e që lidhet me përmirësimin e integruar urban të Orikumit, rehabilitimin e bulevardit kryesor të Orikumit të hapësirave publike. Pamjet që po ndiqnin në ekran janë filmuar nga televizioni 6+1 Vlora, duke sjellë këtë projekt shumë të rëndësishëm, i cili parashikon rikualifikimin e plotë infrastrukturës ekzistuese, përfshin ndërtimin e trotuareve të reja, hapësirave të gjelbërta, ndriçimin modern, stolat e pushimit, korsitë e biçikletave e të tjerë. Një vëmendje veçantë është kushtuar edhe aksesit për personat me aftësi të kufizuara, ndërsa prej shumë vitesh shëndetoria ishte te jeta amortizuar dhe me infrastrukturë të dëmtuar ku nuk ka patur investime. Me përfundimin e punimeve, zona pritet të marrë një pamje të re, më bashkëkohore dhe më të organizuar. Rehabilitimi shëndetore Orikumit konsiderohet si një hap i rëndësishëm drejt një zhvillimi të qëndrueshëm edhe të turizmit në këtë zonë. Ky investim jo vetëm që do të përmirësojë imazhin urban të qytetit, por do ta kthejë Orikumin edhe në një pikë referimi për turizmin bregdetar dhe familjar, duke kontribuar kështu edhe në zhvillimin afatgjat ekonomik dhe social të kësaj zone, që në sezonin turistik ka një bum të konsiderueshëm të turistëve vendas dhe të huaj që e frekuentojnë.